إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد gjithë falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, vetëm ata falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë I dërgojmë të dashmurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së Tij, shokëve të Tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, vazhdojmë në shpjegimin e hadithit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të cilën jemi në shpjegimin e tij, që transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Ebu Huraira radiallahu anhu, I cili tha se janë 7 persona të cilët do strehohen në hijen e arshit të Allahu Gjelle Gjelaluhu në ditën ku nuk ka hije përpas hijes së tij, dhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ceku ato 7 personat të cilët na vetëm shpjeguan për ta dhe kemi ngelur që të shpjegojmë në të tretin e tyre, e ai është I cili tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, dhe ai burri njeriu I cili zemra e të cilit është lidhur për xhamit, e veçanërisht o vëllezër në këtë kohë ku është bërë lidhja e madhe e zemrave tona në jetën e kësaj bote dhe në stolit dhe zbukurimet e saj. Është lidhur zemra jonë për çdo çështje jashtë shtëpive dhe dritës së Allahut Gjelle Gjelaluhu, ku në dersin e kaluar dhe në hutbën e kaluar na shpjeguam për dritën e Allahut Gjelle Gjelaluhu, që Allahu Dhul Gjelal urdhëroi që ajo të jetë në shtëpi që ka urdhënuar Allahu Gjelle Gjelaluhu të ngritën, e në to të përmendet emri I tij, ku në to gjenden ndriçimi I dritës së Allahut Gjelle Gjelaluhu, dhe me të vërtetë se në lidhjen e madhe e gjen atje një burr I cili është I dalluar, që ka zënë vend dashuria e xhamis dhe shtëpisë Allahut Gjelle Gjelaluhu në zemrën e tij, I cili nuk rahatohet e as nuk qetësohet për vetëm se brenda mureve të xhamis dhe të shtëpisë Allahut Gjelle Gjelaluhu, dhe se ky është ai njeri I cili pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tregoi me virtytin e madh të arritur të tij, që do ta ketë këtë virtyt të madh që do të strehohet në hijen e arshit të Allahut Gjelle Gjelaluhu në ditën ku nuk ka hije përpos hijes së tij. Ky është burri I cili e ka lidhur zemrën e tij për shtëpitë e Allahut Gjelle Gjelaluhu, dhe ky është burri I cili nuk gjen qetësi e as gjen lumturi dhe as që gjen stabilizim të zemrës së tij përveç se në shtëpinë e Allahut Gjelle Gjelaluhu. Ai është që e lidhi zemrën e tij për namazet që të I falë në xhami, dhe e lidhi zemrën e tij për adhurimet dhe ibadetet e tij të I kryjnë në xhami në shtëpinë e Allahut Gjelle Gjelaluhu, dhe se kur mungon nga xhamia shtëpia e Allahut Gjelle Gjelaluhu, zemra e tij ngushtohet
aq shumë për shkak se nuk mori prezencë në shtëpinë e Allahut xhel xhelaluhu, në shtëpinë në xhamit ku aty është drita e Allahut dhe në to ndriçohen zemrat e robëve të Allahut xhel xhelaluhu. Në xhamiat o vëllezër, në to merret edukimi i shpirtit ton. Xhamiat janë ndriçimi i zemrave dhe i rrugës dhe udhëzimit ton, edhe është edukimi i shpirtave ton në takvallëk dhe në udhëzim, në devotshmërinë e zemrave tona dhe shpirtit ton dhe në udhëzimin ton. Mu borat Allahu xhel xhelaluhu vëllezër, e bëri që shtëpia e parë të vendoset për njerëzit, të jetë shtëpia e bereqeshme dhe udhëzim për mbar botrat, të jetë xhamia shtëpia e Allahut xhel xhelaluhu, qabja e cila ekziston që deri sot. Allahu xhel xhelaluhu në Kur'an tha: Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Tha Allahu xhel xhelaluhu, dijeni se shtëpia e parë që është vendosur për njerëzit, tha është ajo e cila gjendet në Bekke, pra në Mekken e bekuar, e cila është shtëpia e bekuar udhëzim për mbar botën. Edhe se Allahu xhel xhelaluhu shtëpinë e parë që e urdhënoi Ibrahimin alayhi salam që të ndërton themelet e saj, ishte xhamia, shtëpia e Allahut xhel xhelaluhu. Padyshim se xhamia është baza dhe themeli mbi të cilën ndërtohet ummeti në to. Ndërtohet udhëzimi i ummetit dhe përmirësimi i ummetit, përmirësimi i çdo njeriu, përmirësimi i çdo shpirti dhe çdo zemre, ndriçim i rrugës tonde dhe i rrugës së familjes tonde dhe pasardhësve të tu. Mu parat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte ai i cili i pari kur bëri hijret, çështjen e parë që urdhënoi të ndërtohet në Medinën e ndryshuar ishte xhamia o vëllezër. Urdhënon pejgamberi sallam që të ndërtohet në to xhami, sikur që pejgamberi Allahut na ka treguar se në to gjendet drita e Allahut xhel xhelaluhu. Edhe se kjo është rruga e ndriçimit të dritës së bardhë që ndriçon dhe në to ekziston ai ndriçim dhe ajo dritë që nata e saj është sikur dita e saj e bardhë. Në ala pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë udhëzim dhe pejgamberi Allahut urdhënoi që të ndërtohet xhamia ku në to ndriçohen shpirtat dhe zemrat e robët Allahut xhel xhelaluhu. Transmeton Imam Buhariu nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, i cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur bëri hijret së pari herë në Medinë, tha ai urdhënoi që të ndërtohet xhami, edhe se në to në vendin ku gjendet sot xhamia e ndriçuar e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Medinën e ndriçuar o vëllezër, ishte një kopsht dhe trualli toka e fisit Beni Najjar. Derisa urdhënon pejgamberi Allahu që të thirrën dhe të vinë. E kur erdhën, i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: Ja Beni Najjar, faminuni haitakum hadha, o fisi Beni Najjar, tha më tregoni për çmimin e truallit tuaj, kësaj tokës, këtij kopshti të cilën e keni këtu, për të ndërtuar xhamin, shtëpinë e Allahut xhel xhelaluhu. Por këto burra çka vepruan, ky fis çka veproi vëllezër, nuk e shfrytëzoi rastin që në momentin kur kërkohet një tokë për të ushitur, për të ndërtuar xhamia, që të arrit çmimin sa më shumë se i ka ardhur rasti tash. Por këta thanë: Jo vallahi asesi, shpërblimin dhe çmimin e kësaj na e kërkojmë vetëm te Allahu xhel xhelaluhu, dhe lëshuan këtë tokë për hir të Allahut xhel xhelaluhu. Edhe ky ishte edukimi i komplet shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë xhami. Xhamia drita e Allahu xhel xhelaluhu, ku në to shpërndahet ndriçimi edhe udhëzimi i Allahut xhel xhelaluhu, ku në to ngelet njeriu në natën e saj sikur në ditën e saj. Na transmeton Ebu Davudi, Tirmidhiu, Ibn Majah dhe Imam Ahmedi nga Urbad ibn Sariya radhiyallahu anhu, i cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Taraktukum ala al-bayda'i layluha kanahariha la yazigu anha ba'di lahalik. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ju kam lënë në rrugën e ndritur, e cila nata e saj është sikur drita e saj, nuk shmanget dhe nuk devijon nga kjo rrugë, vetëm se ai i cili është i shkatërruar. Me atë që pejgamberi Allahu don të na tregon o vëllezër se ndërtimi i xhamive, për kujdesin ndaj xhamive, lidhja e shpirtit dhe zemrës tonë për xhamit, është hapi i parë në të cilën
me të vërtet në to reflekton udhëzimi, përmirësimi dhe shpëtimi ju. Është baza mbi të cilën është ndërtuar edukimi i gjithë gjeneratave. Është ndërtuar edukimi i shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në të përhapet dituria, në të shpërndahet drita e Allahut xhelle xhelaluhu. E nëse jemi nga ata të cilët e neglizhojmë, vallë a thua me çka do ta ndriçojsh dritën tënde? Me çka do të jesh nga ata të cilët e gjen udhëzimin tënd? Dhe si do të shpëtojsh ditën kur do të dalësh për Allahu xhelle xhelaluhu? Dhe më parat Allahu xhelle xhelaluhu vëllezër e llogariti duke e livdruar për kujdesin, për qëndrimin dhe rujtjen dhe mbikëqyrjen e xhamive, shtëpive të Allahu xhelle xhelaluhu, që të jetë nga shenja e besimit të sinqert. Kur Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an në surën Tawbe tha: "Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin." Tha Allahu xhelle xhelaluhu, me të vërtetë se mbikëqyrësit, ndërtuesit, mirëmbajtësit e xhamive janë ata të cilët i besojnë Allahu xhelle xhelaluhu edhe ditës së ahiretit, e falin namazin, e japin zekatin, edhe nuk kanë frikë dikant tjetër jashtë Allahut xhelle xhelaluhu. E të tillët, tha Allahu xhelle xhelaluhu, shpresohet të jenë nga të udhëzuarit, ata të cilët i rrin gati xhamiave dhe shtëpijeve të Allahut xhelle xhelaluhu. Vallë o vllai dashur musliman, nëse na nuk i kemi këto cilësi, si do të dëshirojmë nesër të strehohemi në hijen e arshit të Allahut xhelle xhelaluhu, nëse zemra yte nuk është e lidhur për xhami? Ja bëjmë pyetjen vetvetes tonë secili, e veçanërisht këtë kohë ku me të vërtet jemi aq shumë zemra të lidhura për këtë dunjë. E kemi braktisur e harrojmë xhamin. Bënja pyetjen në zemrës tonë se a ndin mangësi kur ai nuk është prezent në xhami, apo fare nuk i intereson se a ekziston xhamia apo nuk ekziston. A thua vallë jemi nga ata të cilët të shpëtuarit që i meritojmë këto cilësi? A thua pikëllohesh nëse të ka ikur një namaz me xhamat në xhami? E mu për atë vëllezër, zemra yt është ajo zemra e cila ndriçohet, udhëzohet dhe shpëton dhe gjen lumturi nëse e kemi lidhur për xhami, për dritën e Allahut xhelle xhelaluhu. Edhe se kush çdo i cili gjen se në to gjen kënaqësi, dhe se me të vërtetë është lidhur për xhami dhe ajo dëshiron që të jetë në shtëpitë e Allahut xhelle xhelaluhu vazhdimisht, dhe e ka lidhur edhe kohët e saj që mos të ikin të i falë në xhamat në xhami, atëherë le të përgëzon për këtë mirësi dhe për këtë karakter të madh të cilën ja ka dhuruar Allahu xhelle xhelaluhu, e ta ketë këtë cilësi që ai një ditë të dalë para Allahu xhelle xhelaluhu e të strehohet në hijen e arshit të tij. Ku na lutim Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu të na bën nga këto dhe nga këto cilësi e të na mundson që të i lidhim zemrat tona për xhami. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله العلي الأعلى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Të nderuar vëllezër, padyshim se është një ndër veprat më të mëdha të cilët i rrjedhin robit pas vdekjes së tij, shpërblimi i cili rrjedh vazhdueshëm dhe ai duke qenë në varrin e tij është që ai të ndërton xhami, ta ketë shpirtin e lidhur, zemrën e tij për xhami, dhe ai të i mbikëqyr xhamiat, shtëpiat e Allahut xhelle xhelaluhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi në një hadith të cilën transmeton Bezzari në musnedin e tij nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, i cili tha se sab'un yajri lil 'abdi ujurahun apo ajrahun ba'da mautihi wa huwa fi qabrihi. Janë 7 gjëra të cilat i rrjedhin robit shpërblimi i vazhdueshëm i tij dhe ai duke qenë i vdekur në varrin e tij. Dhe i ceku ato 7 gjërat pejgamberi sallam, e njërin prej tyre tha e u bana masjidan, ose ka ndërtuar xhami. Ai i cili ka ndërtuar xhami, ai i cili ka lidhur zemrën e tij për xhami dhe ai mundohet që të qëndron në shërbimin e xhamis. Pejgamberi Allahut na tregoi se veprat të cilat do të rrjedhin dhe pas vdekjes së tij dhe duke qenë në varrin e tij, janë këto vepra të cilat shpërblimi rrjedh vazhdueshëm.
A dëshiron që të jesh nga ata të cilët të rrjedh shpërblimi yt, dhe ti pas vdekjes për arsye se në këtë jetë vëllezër na nuk synojmë diç tjetër vetëm se sa më shumë vepra të bëjmë si të shpëtojmë që në ditën kur do shtrihemi në varr e të jemi të lumtur, e të jemi të fituar me veprat e mëdha të cilat i ke bërë dhe i ke lënë që të të rrjedhin pas shpërblimi pa ndërprerje. Kjo është çështja më e madhe për të cilën pejgamberi Allahut na tregoi dhe na lajmëroi në këtë hadith madhështor, që të jesh nga ata të cilët prej njerëzve ka të cilët ju rrjedh shpërblimi i tyre, është ngritur vlera atyre në qiell dhe vazhdon shpërblimi i tyre, dhe kur ata janë të vdekur në vorrat e tyre, janë ata të cilët i mbikëqyrin shtëpijet e Allahut, i kanë ndërtuar xhamia shtëpijet e Allahut, dhe janë ata të cilët vazhdimisht mbikëqyrin shtëpijet e Allahut, mundohen t'i pastrojnë ato dhe të i mirëmbajnë ato dhe të qëndrojnë në to, e kanë lidhur zemrën e tyre për shtëpijet e Allahut xhelle xhelaluhu, e pastaj e arrin këtë mirësi dhe këtë shpërblim. Kurse për ndryshe vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi për një kohë që do të vjen në hadithin që transmeton Ibn Khuzaime, Tabaraniu dhe Bejhaqiu, nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, i cili tha se min ashrati saati an yamurra ar-rajulu bil masjidi fala yusalli fihi rak'atayn. Tha do të vjen një kohë që do të jetë nga shenjat e Kiametit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të kalon një njeri pranë xhamis dhe mos të futet i fal 2 rekat në to. A thua o vëllezër në cilën kohë jemi na tash që gjendemi këtu? Me një transmetim tjetër tha një xhtaz ar-rajulu bil masjidi fala yusalli fi. Të kalon pranë shtëpisë Allahut para tij taket dhe mos të futet as t'i falet në to. As të interesant që të futet i fal spakun e 2 rekat në xhami. Në cilën kohë gjendemi na që e shohim shtëpinë e Allahut dhe nuk e vrasim mendjen të him dhe të hypim dhe të falim në to, spakun i namaz ta falish me xhamat në xhami. Për fat të ketë shtëpijet e Allahut xhamat braktisura. A pastaj dëshirojmë që të kemi shpëtimin dhe strehun në hijen e arshit të Allahut xhelle xhelaluhu, si urgjendja jonë vëllezër. Të kemi kujdesin e madh, mos vallë të jemi nga kjo palë që t'na kap, e të kalojmë pranë shtëpisë së Allahut dhe mos të futemi në xhami, spakun e 2 rekat namaz tahiyatul mesjid që ti i falish në to. Xhamia është shtëpia e Allahut, ndriçimi i zemrës dhe qetësimi, stabilizimi i jetës tonë, i familjes tonë dhe i pasardhësve tonë në xhami, në shtëpi, ku në to shpërndahet dituria e Allahut xhelle xhelalu. Kushdo i cili dëshiron që të avancohet e të mësohet, le ta lidh zemrën e tij për xhami. Do në të mësojsh librin e Allahut teja në xhami, do në të mësojsh diturinë dhe fenë e Allahut teja në xhami, dëshiron që të shpëtojsh e të rrjedhin sevapet, përsëri eja në xhami, se xhamia është shtëpia e Allahut xhelle xhelalu, e cila ta ndriçon zemrën, shpirtin dhe rrugën tonë, dhe është shpëtimi vetëm me të cilën me të vërtetë o vëllezër këto fjalë të cilët i zgjasmi për të shpjeguar janë se gjendja jonë është shumë e mjerueshme në shtëpijet e Allahut dhe në ditët kur vlerësohet që të marrmi pjesë, na jemi të larguar nga to. Lusim Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu dhul xhelal ta lidh zemrat tona për xhamit, për shtëpijet e Allahut xhelle xhelaluhu, dhe lusim Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu dhul xhelal të na bën nga ata të cilët janë zemrat e lidhura për xhamit. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa aqimus salat.